Seanca e radhës ndaj ish sekretarit përgjithshëm të Ministrisë së Brendshme, Plaren Dreca, u zhvillua këtë të premte në ambientin e gjykatës së posaçme, ku ai jetohet për mënyrën se si janë administruar procedurat e prokurimit për supervizimin e 4 komisariateve policie gjatë kohës që ushtronte detyrën. Sipas akuzës, dyshohen se këtë procedurë është cënuar parimi i barazisë dhe konkurrencës mes operatorëve ekonomik. Nëpërmjet avokatit të tij, Dreca paraqiti një kërkesë formale për shpalljen e moskompetencës së SPAK-ut dhe kalimit të dosjes në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm. Mbrojtja argumentoi se elementet e çështjes nuk përbëjnë vepër penale që hyjnë në fushën e korrupsionit apo krimit të organizuar, duke theksuar se një nga procedurat rezulton me sfond zero, ndërsa një tjetër është realizuar përmes negocimit pa shpallje dhe pagar, çka sipas tyre nuk klasifikohet si prokurorim klasik. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i akuzës, prokuroria Doriana Bejko, kundërshtoi pretendimet e mbrojtjes. Ajo deklaroi se kërkesa për moskompetencë është shqyrtuar dhe rrëzuar edhe më herët në fazën paraprake të hetimit, duke shtuar se të dyja procedurat janë të lidhura ngushtë mes tyre dhe për këtë arsye janë trajtuar si një episod i vetëm penal. Sipas prokurorisë, hetimet kanë nxjerrë dyshime se qëllimi përfundimtar ka qenë favorizimi i një subjekti të caktuar. Dreca po përballet me gjykim të zakonshëm, ndryshe nga 15 të pandehur të tjerë të përfshirë në këtë dosje, të cilët kanë zgjedhur gjykimin e shkurtuar për të fituar ulje të mundshme të dënimit. Për tas pa ka kërkuar në total mbi 11 vite burg. Procesi pritet të vijojë me shqyrtimin e kërkesave procedurale dhe më pas me administrimin e provave, ndërsa vendimarrja për kompetencën e gjykatës do të jetë një nga pikat kyçe që do të përcaktojë ecurinë e mëtejshme të çështjes.